Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në një tjetër javë të mrekullueshme në Kafe Sheto. Mirëmëngjes, zotëri, mirë se vini në Kafe Sheto edhe për këtë javë që do të jetë dita e fundit e marsit. Gjithashtu ka ndryshuar edhe ora, miq të dashur, shpresoj që të jeni të zgjuar sa më të shumt në numër për të ndjekur këtu në Syri Televizion, në Syri FM 89.8 MHz dhe në të gjitha platformat tona të streaming. Të streaming, se për shembull ajo e kanalit tonë në YouTube, e cila quhet Syri TV, ku jemi gjatë gjithë kohës live me gjithë programacionin ton, për të mos harruar dhe syri.net. Ku mund të informohemi të gjithë mbi të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe jo vetëm. Dhe në fakt nesër do të jetë dita e fundit e marsit. Nesër është dita e fundit e marsit, për sa zgjatë edhe ky marsi, por mbi të gjitha duket se po afrohen edhe ca periudha të tjera që duket se do të jenë fundi. Duket nga njëra anë se është fundi ca situatave të qeta në Partinë Socialiste, po aq edhe në Partinë Demokratike ku pritet të ketë zhvillime shumë intensive gjatë prillit, por edhe në fillim të majit, derisa të përmbyllet plotësisht procesi i ristrukturimit të partisë në datë 17 është lajmëruar prill, jo maj, është lajmëruar një tjetër protestë kombëtare, madje Sali Berisha paralajmëroi se do të ishte dita kur do të vinë të gjithë shqiptarët për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, një dorëheqje që nuk po kërkohet më vetëm nga shqiptarët në mënyrë të drejtë për drejtë, duket se po heqin dorë pak nga pak të thorazi edhe partnerët tanë europianë. Ndërkohë, nga fronti i xhepave tanë, në mënyrë të pabesueshme u rimblodh brenda javës bordi i transparencës dhe tanë bëm shaka. Dhe ata vendosën, siç ishte premtuar, që do të arrisnin me 15 lekë çmimin e natës. Ja dolëm. Jo. Ulën e parë mblodhën bordin dhe thanë 203 lekë do të jetë tavani, për 2 ditë kuptuan që kishin bërë për llogaritje të gabim, moj Greta, dhe thanë jo, duhet të jetë prap 215 lekë. Sepse jo fundja e dim të gjithë që mund ta përballojmë 215 lekë, se çka ka të keqe. Lek kemi. Si shifër të ngëllon kështu. Është shifër e bukur, e rrumbullakosur, 215. Të pestohet me 5 pa. Prandaj, miq të dashur, mos u ankoni, gjërat mund të ishin dhe shumë më keq, vetëm që rastësisht dhe pa dashje krahas tani më stabilizimit të çmimit të naftës në 215 lekë, që nuk e di pse përdorën fjalën stabilizim, kjo është maja që ka arritur çmimi i naftës, duket se po dyfishohen me vrap njëri pas tjetrit të gjitha produktet ushqimore. Nëse nuk janë rritur aty në lagjen tuaj, fatmirësisht tregojnë që nuk ka shitur ato të vjetrat marketi i lagjes dhe prandaj nuk ka kërcyer çmimi i ri. Po, nuk ndoshta njëjta filozofile të themi me çmimin e karburantit. Po nuk i ne blen ishim në të bursë. parët në gjithë botën që e rritëm. Nuk e blen në bursë gjizën këta. Me sa duket Kastraveci ishte ende që kishte ngelur në për magazina. Sidoqoftë, miq të dashur, do të flasim për këto dhe shumë zhvillime të tjera tmerrsisht interesante. Fjala vjen si ato gomarllëqit që thot Sara Mile. Po. Që nuk do e them se çfarë thot, do merremi më vonë me këtë. Megjithatë, miq të dashur, para se të fillojmë gjithçka tjetër, mbani frymën miq, që siç thoshte edhe Shakoxha, tani Greta do të na përcjellë zhvillimet kryesore. Janë shumë interesante. Brenda 3 ditëve të fundit, bordi i transparencës e ka rritur çmimin e naftës me 15 lekë, duke çuar nga 203 lekë në 280 lekë për litër. Rama pretendon se ky bord po mbron qytetarët nga rritja e çmimeve si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Rama deklaroi se gjithçka po shkon siç duhet, megjithse prej javësh vijon spekulimi dhe abuzimi me çmimin e karburanteve. Ish ministrja për punët e jashtme, Elisa Spiropali, ka bërë reagimin e parë pas përplasjeve të ashpra mes saj dhe kryeministrit Rama në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste. Përmes një postimi në Facebook, Spiropali është kundërpërgjigjur duke përdorur metaforën: mbaje fytyrën nga drita dhe hijet të mbeten pas. Reagimi vjen një ditë pasi në mbledhjen me dyer të mbyllura mes saj dhe kryeministrit Rama u krijuan tensione. Burimet bëjnë me dije se në 2 raste Rama i është drejtuar Spiropalit duke i kërkuar të mos flasë në prezencë të tij, madje duke i kërcënuar se do ta nxjerrë jashtë mbledhjes. Zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike kanë reaguar ndaj rritjes së ndjeshme të çmimeve në vend. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka akuzoi kryeministrin Rama se i ka kthyer shqiptarët në turist ditor që blejnë karburantin, ilaçet dhe ushqimet në vendet fshinje.
Nga ana tjetër, deputeti Belind Kolliçi cilësoi tallse deklaratat e kryeministrit Rama dhe theksoi se shqiptarët po blejnë karburantin dhe ushqimet 40% më shtrenjtë se në vendet e rajonit. Syri Televizion ka zbardhur të plot dëshminë e drejtorit të burgut të Rrogozhinës, Bilal Hasa, dhe faturistit të OSHE-s që u la në detyrim paraqitje për magazinat e drogës që u zbuluan në magazinat e familjes së Hasës. Ky i fundit pretendon se prej kohës së Covidit, kur vëllait e tij i ngordën pulat, nuk dinte gjë se çfarë bëhej në magazin. Ndërkohë që faturisti Erion Dogovelli zbulon se për magazinën me transformator personal paguhej vetëm 340 lekë të reja energji në muaj. Gjykata e Shkodrës dënoi me 2 vite e 8 muaj burg Izmir Sakicajn dhe me nga 1 vit e 4 muaj burg miqtë e tij Samuel Troshanin dhe Arlind Kajoshin pas përplasjes që patën me antarët e familjes Bruçi në Shkodër. Ata u dënuan vetëm për posedim armësh sportive dhe prishje të qetësisë publike, por akuza për posedim armësh zjarri dhe municionesh. Ndonse me dënime minimale, të rinj do të qëndrojnë në burg pasi SPA ka caktuar arrestin për pjesëmarrje në grup kriminal ndaj tyre. Kasim Xhime është 72 vjeç, ndërsa prej 15 vitesh ka zgjedhur të punojë duke nxjerrë të ardhurat për të mbajtur familjen. Atë e gjen çdo ditë në aksin Gjirokastër Tepelen, ku tregon se pensioni është i pamjaftueshëm për të mbajtur frymën, ndërsa shpopullimi i vendit ka ulur edhe të ardhurat nga ajo që mund të quajë biznesi i tij shitjes së bimëve medicinale. I moshuari tregon gjithashtu se prej vitesh bashkëshoqëruese e tij në rrugë është dhe një dhitë të cilën e ka pagzuar me emrin Tushja. Nuk e dija kishin pasur ndonjëherë miq të dashur lajme më spektakolare se ky edicioni. Është e vërtetë. Ishin fenomenale nga Tushja e Xhaxhi Kasemit, 72 vjeç, të ujë ftohtë, shitsi ambulant atje, që shoqëroi nga Tushja, dhia e tij e preferuar, por më i bukur nga të gjithë për mendimin tim. Bilal Hasa? Jo. Asnjë nuk ishte ky më i bukur. Më i bukur sigurisht te lajmi i Bilal Hasës, po faturisti dhe ky që nuk ditë që i kishin ngorë pulat vllajt. Ky ishte rasti, po. Dhe nuk dinte ç'a bëjë në magazin, ë? Fare. Nga që si duket e përjetuan shumë familjarisht ngordhjen e pulave. Dhe nuk e mblodhën më veten që atëherë. Ndërkohë nga ajri, nga poleni, nga ky vend i kanalizuar, atje mbiu veta shashi. Në mënyrë të dhe nga që ka shumë erë, kishin shkuar dhe llampat e kuqe vet atje, ishin fut nga dritarja. Ama ata paguanin 340 lekë në muaj për energji. Dhe mua më vjen fatura 150.000 lekë, ashtu si gjithë Tiranës, besoj. Bravo, drejtori burgut të Rrogozhinës, i cili do jetë njeriu që bën rrugën më të shkurtër drejt burgut të gjitha kohërave, nga zyra në kat dytë te qelia një kat më poshtë, do jetë shumë spektakolare. Të burgosurit i njeh, mirë do e trajtojnë, kushdo që do vi ta zëvendësoj, do vi dhe ta arrestoj dhe të ndroj stafetën. Nuk e di, është një kryevepër, ndërsa ne miq të dashur jemi fatkeqësisht të detyruar, edhe pse zhvillimet politike kanë qenë shumë të forta dhe intensive, jemi të detyruar të qajmë hallin fatkeqësisht të xhepave tan mbi gjitha me këto borde transparence dhe çmimesh, të cilët kanë vendosur barbarisht të na vjedhin dhe të abuzojnë me parat tona. Ndaj jemi të detyruar të pyesim, pse po na vjedhin? Kjo është e thjesht fare. Sa bukur. Pse po na vjedhin me çmime? E drejt për drejt dhe me një numër telefonit cilin ju tashmë e njihni, 069 27 22 27 2. Mirpresim të gjitha opinionet tuaja, inform mesazhesh ose telefonatash. Por nuk kanë mbaruar me kaq gomarllëqet dhe budalliqet, miq të dashur, gjatë kësaj fundjave, sa herë që flasin këto deputetet e reja, një gomar fluturon me gjithë Samarë, dhe i tillë ka qenë rasti i Sara Miles, goxha deklarate, jo? E ke qenë të shkon e emisionit të goca dhe gra, kështu. Pse? Nuk e di pse. Mund të ftosh nga këto, për shumë. Nga që jam grua. Po prandaj, ka që ishte, nuk do më shkonte, gjotë se kështu si ka rrit koha, po pretendojnë dhe ca lloj burrësh me shku, nuk e kështu gjërash, jo po jemi kështu, jemi ashtu. Megjithatë, nuk do ishte hera e parë. Tek goca dhe gra ka shkuar Sara, e cila
me sa duket po bën pak PR pozitiv, tash marrëdhënie publike pozitive, sepse ka ca kohë që Klodi Lala i kërkon të dhëna për numrin misterioz dhe flamboyant të votave. Përgjigjja e saj ishte e thjeshtë ndaj kësaj çështje. E pranoi. E pranoi. Po e pranoi. Nishin. A mund të më thuash një batutë kryeministre që të ka bërë ka mbetur i kemi shumë spontane ne, nuk i kemi kështu. Po, duhet trokitit e paguara, i dëgjove? Bravo, përfaqësuesja e krimit të Elbasan. Dhe ti pretendon se unë kam këtë lloj sensi humori? Ndoshta. Ka ditë që e ke kështu. Ta pranojmë, Greta. Të gjithë kemi ditë këqija, po jo nëse do dilim të gocat e gra. Edhe ti do qeshje te kjo batut, por për arsyeën e kundërt. Merja dhe unë 500 lekë? Jo për ato arsye që qeshën dhe duar trokitën atë studio, megjithatë, duhet ta themi të vërtetën, Sara nuk është se nuk e dinim se çfarë përfaqësoje. Eci me të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë Greta Togani. Ndërkohë miq të dashur do të rikthehemi në fakt tek çështja e çmimeve, të cilat janë çmendur. Ashtu si ai që merret me çmimet, kështu thonë dhe për Ramon që është i çmendur, po se kemi Mero Baza e ka vërtetuar, ne të tjerët duket se mund na duan edhe 5-6 mandate ta vërtetojmë nëse është apo jo çmendur, por kemi vërtetuar që duan të na rrjepin për së gjalli nga lekët. Ta dëgjojmë pak çka ka thënë për naftën, se ishte një kryevepër. Në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës ndaj regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimet në tregun e naftës, duke shmangur abuzimet me këtë impakt në dëm të konsumatorëve. Sipas dhënave të bursës Mesdheut, në ditët e fundit pati një ulje të çmimeve në produktet kryesore të naftës dhe në përputhje me këtë zhvillim, Bordi i Transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëjë, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet është se ky mekanizëm lidh drejt për drejt çmimet në Shqipëri me lëvizjet në tregjen ndërkombëtare, edhe kjo ndodh përpara. Jo me vendime të njëanshme të operatorëve vendas. Dhe kjo do thotë që në varësi nga lëvizja e çmimit në bursë, bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve. E more vesh tani ku ka mësuar Visala të flasi. Ja, pra mi që e zbuluam kush i shkruan, një dorë i shkruan ka këto fjalimet, edhe gomarllëqet e Visalës, kur përpiqet të justifikojë sepse nuk ka asnjë lloj shërbimi mjekësor në Shqipëri pas datës 20 të çdo muaji, dhe mbi gjitha dëgjuam arsyetimin zyrtar të kryeministrit sa i takon miq të dashur çmimit të naftës. A thua se nuk e dinim që këta e ruajnë bursën e Mesdheut për të arritur për një herë çmimin? Rastësisht nuk ulet më pas siç ndodhi edhe me bordi, por është histori tjetër. Shpjegimi është shumë bazik dhe korrekt në parim, por a i di kryeministri që është rritur? Prap, jo. Po ky s'ka patent. Naft nuk ka bler në jetë njët vet. Kur ka mund të ketë bler, jo, s'ka bler asnjëherë, përse s'ka patent, s'ka ngarë në jetë. Gjithë jetën ka punuar në shtet, s'ka punuar në privat. Ashtu nuk kam ngarë ndonjëherë, por kjo situatë më shqetëson. Megjithatë, ndërhyri edhe Ministra e Financave? Ajo. Sa mirë. Ndërhyri edhe ajo e ekonomisë për të sqaruar qytetarët që duhet të rezistojnë. Treshin, të lutem. Unë kam shpresë. Mendoni se është sot koha për të ndërhyrë? Unë nuk thash neve do të ndërhyjmë në çmime. Madje edhe shpjegova
pse neve nuk bëjmë dot të njëjtin mekanizëm, nuk aplikojmë dot të njëjtin mekanizëm që aplikuam tek karburantet, sepse është e pamundur që ne të ndërhyjmë në çmime. Ajo që unë thash është që ne jemi duke I monitoruar me bazë ditore dhe do dalim për të verifikuar që këto çmime nuk janë abuzive apo spekulative. Dhe ajo që gjithashtu thash është që në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë dhe mbarojnë, siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet për të përballuar një rritje të çmimeve, qoftë edhe të përkohshme siç thash. Asnjëherë nuk kam thënë që ne do të ndërhyjmë në çmime, sepse ne e kemi të pamundur qoftë nga ekonomia që kemi ngritur, pra neve operojmë në një ekonomi të tregut ku çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe nga oferta. Ndryshe është tregu I karburanteve që ka një tjetër funksion dhe ka një tjetër kompozim, dhe ndryshe është. E morë vesh tani. E zbuluam është kur e vepër. Tha që është pak a shumë se ajo kënga Said I loved you but I lied. Domethënë na tha që do na mbronte nga rritja abuzime e çmimeve, por gënjeu. Sa ta kush ne? Ne. Pra parimi themeltar ekonomik është e vërtetë që tregu vetë rregullohet. Patjetër, dora e fshetë tregut e Adam Smithit e kemi mësuar. Kërkesa, oferta. Por gjynaf që këtu janë gjithë tregjet monopol. Kërkesa dhe oferta janë në nivele të frikshme. Pse ankohet Erion Braço për shembull? Se do bëhet kryetar bashkie kemi marrë vesh, do bëhet kryetar bashkie, më e prandaj pati një tjetër reagim ditën e djeshme. Absolutisht po, megjithatë do të qëndrojmë pak tek çmimet, për shembull, këta I kanë mekanizmat për të ndërhyrë në treg, miq të dashur, tash është 7:28. I kanë mekanizmat për të ndërhyrë në treg, siç është mekanizmi që kam këtu. Në këtë dosje jo shumë voluminoze, është një investigim I autoritetit të konkurrencës për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjeve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakicë të shërbimeve celulare. Dhe ky vendim I nëntorit të 2025-s vjen pas 3 viteve hetim të pathelluar ndaj Vodafonit dhe One. I njihni këto dy logo, ju marrin lek çdo muaj këta. Dhe sipas autoritetit të konkurrencës, cilit I kemi shkruar, kemi kontaktuar, jemi përpjekur për të komunikuar me ata, njësoj siç kemi bërë edhe me Vodafonin, njëjtë siç kemi bërë edhe me One-in. Sigurisht deri në këtë moment që po e bëj këtë koment, ende asnjëri prej tyre nuk ka reaguar. Faleminderit për këtë kombinim të logove. Ishte shumë simpatike kjo, artë regjia jon. Megjithatë, miq të dashur, është një nga shqetësimet më të mëdha të qytetarëve shqiptar, pasi nuk ka asnjë shpëtim. Nëse me naftë mund të përdorim biçikletën, siç thoshte Erion Velie dikur, sa I takon Vodafonit dhe One-it, nuk përdorim dot më as pllumat, as sinjalet e tymit. Jemi të detyruar të përdorim One-in dhe Vodafonin. Sigurisht gjetjet që tek hetimi I pathelluar janë shqetësuese për praktikat e tyre oligopoliste në treg. Ne shpresojmë ndoshta për herë të fundit që ato na kthejnë përgjigje ashtu siç duhet, duke respektuar parimet, sidomos ato të drejtës së informimit. Dhe mbi të gjitha pastaj, nëse do ishte vërtet për të na respektuar, mirë do ishte të ulim çmimet se e kemi marrë vesh që janë abuzive, sepse janë çik oligopol. Megjithatë, në këtë çaste unë them ta mbyllim me këtë pjesë ekonomike, edhe pse kam mesazhet tuaja, e di që janë dhe telefonatat, por do të riktheheshim me politikë pastaj se. Po patjetër. Është nga njëra anë Elisa, nga ana tjetër Erioni, nuk e di ditë të zeza po kalon e të vini. Një luftë titanësh, domethënë Titanikësh, po mbyten. Ndoshta po, pra, siç e keni mësuar gjithë, makineria e fuqishme politike e Partisë Socialiste, duke sikur po ka disa krisje dhe në fakt ne nga burime të sigurta, kemi mësuar disa ngjarje që kanë ndodhur aty, duke si skenar. Burimi I sigurt, po kishte ulë Elisën. A ke një atë foto që e ka ulur atje
Është Elisa Zeqineja dhe kameramani jon atje në fund. Se kameramani nuk na përjashtuan kur përjashtuan Ambrozia. Sa mirë. Të paktën. Nuk e paskër kemi këtë foto Bravo. në këtë moment, por e kemi parë gjithë dhe zonjat ishin shumë të nderuara që ishin pranë kameramanit ton. Po. Por çfarë ka ndodhur? Një episod i parë që është shënuar përgjatë mbledhjes, teksa drejtoresha e kadastrës po i shpjegonte deputetes së Vlorës, Zamira Sinaj, mbi një pyetje të fundit që ajo i bëri, në shpjegime sipër, drejtoresha Sinaj e ka mbiemrin? Ska me mbiemër tjetër në Vlorë? I kam dhe kusherin. Lorena Goxhabelli i ka kërkuar deputetes që ta dëgjoj deri në fund dhe të mos e ndërpres. Kaq ka mjaftuar që të reagoj ish ministre e jashtme, Elisa Spiropali, si shumë e shqetësuar, dhe të kujtonte drejtoreshës ASHK-s që të tregoj respekt për deputetët. Flavio i ka thënë shprehimisht, pak më shumë respekt për deputetët, mos na fol ashtu se jemi deputet. Se jemi dhe deputet. Po. Mësohet këtë thënë në këtë mënyrë Spiropali, por në këtë moment ka ndërhyrë më herë kryeministri Edi Rama, duke i drejtuar ashpër Elisa Spiropalit, ti mos e hap gojën fare, po fare. Po fare! Sidomos në prezencën time. Ky është episodi i parë. Episodi i dytë. Mendosh që e thriste Skënderbeu para 6 muajsh. 6 muaj më parë. Sa shpejt ndryshojnë gjërat, më shpejt se sa çmimet që rriten në fakt. E një episod tjetër ishte kur ministra për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili po raportonte për strategjinë e komunikimit, Spiropali bënte mimika dhe qeshte. Ismaili e ka parë këtë dhe i ka reaguar direkt duke i thënë zonja Spiropali. Nuk keni pse qeshti. Po se diti çfarë mimikash bënte? Nuk e di këtë. Bënte me gisht nga Edi? Po. Thoshte atë që kishte afër. Ka ikur fare, ka 2 javë. Të lutem mos e thuaj. Ndërkohë që Elisa ka bërë të paditurën, është justifikuar më tej duke thënë, unë me ty, po çështja me diçka që ishte duke parë në telefon. Dhe po në këtë moment, kryeministri nuk ka munguar të reagojë sërish, duke përshkallëzuar në diskutim dhe duke u drejtuar çepe gojën. Çepe gojën? Mos më bëj të nxjerr jashtë. Se unë t'i them gjërat në publik. E diti, dhe nuk më intereson fare që nxjerrin data të kafeshjeto. Prandaj kam ardhur këtu, i është kthyer Elisa, të mi thuash në publik. Thuaj ju këtyre të rejave që ke marrë, të më kërkojnë falje. Situata sa vjen po bëhet më interesante. Nuk ndryshon dot kur flet Eriona, i është drejtuar kryeministri. Mos më provoko më tepër se do të nxjerr jashtë. Por, po e trajtoni soi si Ambrozia në Elisën. Pikërisht, këtë mendova dhe unë, por mes gjithë këtyre përplasjeve që fatkeqësisht janë midis grave deri në këtë moment, ka qenë Erion Braçi, i cili në një kthes të papritur të ngjarjeve, pasi vetëm një javë gjysmë më parë kemi transmetuar duke na friksuar, duke na kërkuar ne të gjithëve që të ndalet kjo çmenduri e çmimeve të karburantit dhe për herë në fakt. Jo, sekond. Pas asaj video, të nesërme shkoj votoj që Belindës mos i hiqë imunitetin. Po, që aty në fakt fatë. Në Facebook të zbathaj në parlament atje me karton, atje të... E vërtet është. Atje rështohet. Nuk është për të krijuar më pritshmëri. Megjithatë ai ka shkruar, Partia Socialiste është shtëpia jonë. Edhe imja. Më pëlqen që përjeton pak të sagën e dramës në Partinë Socialiste. Është si një telenovel. Është një telenovelas. Partia Socialiste është thelbi origjina. Sot me asamblenë e PS5 kemi bërë një mbledhje shumë të mirë, të qetë, duke folur për shqetësime qytetare dhe të vetë partisë në këtë njësi. Sy më sy. Mos është tendencioze kjo. Mos e ka me ne. Po pra, dhe me qëllim të qartë për zgjidhjen e këtyre problemeve. Respekti për mundjen e sakrifisën e gjithkujt në këtë organizat është jetik për të tashmen dhe për të ardhmen. Puna është thelbi ynë dhe për të folëm secili dhe të gjithë bashk. Duke u përqendruar veçanërisht tani, koha ikën dhe nuk kthehet, ndaj vlen më shumë tani. Kjo ishte si këngë dashurie kjo. Koha ikën. Më tej ka folur për forcimin e PS-s, duke u hapur. Se çka ka thënë. Karriget nuk janë kur qëllim. Kjo ishte pjesa më për të sheshur. Asnjëherë. Mirëmëngjes, Flavio, na vjen se nuk kemi sistem kontrolli ekonomik. Është kyçi një zhvillimit shoqërie në familje. Task Force është babaj ose nëna për fëmijët jashtë pragut, ne jemi të rrezikuar të pakontrolluar se s'kemi policinë e shile, Task Force që mbron taksa paguesin. Për shembull nga çmimet, nga qeratet e tjera, ne jemi në ajër. Mirëmëngjes, mezi e ka pritur datën 29 mars, i ka besuar gjithë deklaratave
që thot Altin Goxha, po kësaj radhe si doli gjë për arrestimin e Ramës. Inshallah na jep në një datë tjetër më të afërt. Kur do arrestohet ky një herë se çmimet dhe vjedhjet s'kan për të ndalur kurrë. Dgjoj, Altini nuk është i keq për po. Nuk ka akses ke datat aq shumë. Mirëmëngjes, Shqipëria është vjedhur 45 vite më parë. Tani ka filluar që nga 2013-a. Shqipëria po zhvatet nga këta të sigurimit. Mund mos jetë hera parë. Do fusni plugun te kastrati se po e pluguat atje ju del palloshi. Edhe cekët biles. Me tenderat dhe çmimet Sultan Surreli na vjet çdo ditë që nga viti i largët 2013, vërtet viti i largët 2013. Duke shumë i largët. Ka kaluar 13 vite Greta 13 vite. Kulmi vjedhjes është këto ditë pas krizës në lidhjen e mesme, por edhe të ushqimeve të shportës. Shqiptarët po kalojnë momente të lavdishme në udhëheqjen e Lloshit, sidomos pensionistët e lumtur që e votojnë, thot Abazi nga Tirana. Abaze, duan mo i gënjen. Kam përshtypjen se kryeministri ynë i pafajshëm ngatron fjalën çmim tavan me çmim në tavan. Shumë e bukur. Sa e bukur. Shumë e bukur. Faleminderit shumë Mati me 212 që na ka dërguar. Ndërkohë ta mirpresim. Që ta dish domethënë do të ta vjedh këtë, do e hedh në Facebook sikur e kam timen. Marja. Të paktën e tha. Paktën e thash. Mirpresim një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se vini. Mirë se u gjej. Jepi. Ju përshëndes nga Durrësi me kilën e domates 3000 lekë vjetra. Jo më jo. Pa. Me 1 kilë mish viçi me 20000 lekë të vjetra. Wow. Pra në Durrës në hotel me pesyje besoj. Një familje mesatare don më shumë se tham të Tini Surrelit, se i ka Timi Surrelit atje, ke kazerma. Të blesh në treg, të gatuash vetë, shkon në llogaria 150.000 lekë dreka. Shqiptarët të ngren në përrethe të gjithë në protest, jo të mblidhen në Tiranë atje si pulat. Na spërgatin me ujë e gaz do të cilë, se dhe dikëm në përshpia ndarë, të lagur. Në çdo rreth, deputetët e Partisë Demokratike të vinë në përreth të mbledhin popullin Allah, jo të mbledhim atje në Tiranë, kokë në kokë atje, shty e tërhiqe, hidh 5 bomba molotove. Në përreth dhe rrugë blokohen, protest në gjithë anë, 4 anë të Shqipërisë, nga Vërmoshën, Kolispol. Ndryshe qeveria po bën shef, po na vjedh, tani me sy të hallë, dhe po thot po të vjedh. Edhe po thot po të vjedh. Nuk është zgjidhje kjo. Kjo për mua nuk është zgjidhje. Jo për mua që flasim rrugë dhe dalim atje, sërëllatëm e si ta them unë tani. Po s'ka vajt, ka 5 ditë që nuk hip makit, jap makit, s'baj ka 1 orë 2 në kam, shkoj e vishë, nuk e mdelë llogaria. Pa jo mirë, nuk e di, nuk më duket se po bashkëpunojnë edhe ka burë, se na ka u besimin se nuk ban ma u i pilafi. Kam përshtypjen se kjo fjalia është fjalia që intereson më shumë vetëm njërit. E diti se kujt. Tani ne dim se kujt, po plaka ime ka 90.000 lekë pension. Me 90.000 lekë pension çfarë do marr ilaçe, do blej 1 kilë domate apo 1 kilë. Absolutisht. Drita ujtin vinë aty kërcasin ata faturistat vinë atje hapen sikur erdh Sultan Mehmeti i dytë valla. Jo të marrin faturën e dritave. Dakor, faleminderit zotëri. E përshëndesim mikun ton, nuk ka dyshim, Hajdutja të pun ka krijon bordën e Hajnis. Kush beson se është kryeministër, është gomar, ky është vetëm pasardhës i hajdutërisë komuniste. Okej, sim keni një. Jo po na vjedhin, po na rripin për zgjalli, siç e the edhe ti, por ne s'po bëjmë asgjë. Ne si familje me 3 kempe, ç'a po bëjmë? Nuk e di. Hiç se ç'a heqim. Zoti e bëft mirë, ju uroj gjithë mirat, dhe ne turojmë absolutisht gjithë të mirat. Kjo band nuk ka vetëm një zeqine e një sar. Janë të gjithë prerë me stampë nga një gëshër që e përdor vetëm shefi. Dhe këtu ka vetëm një mendje të ndritur, një gojë të çthurur, një fytyrë që nuk skuqet, të tjerët janë gramafon që i vën punë ajo dorë që ditë zhvas pa pushim. E rënd ishte kjo. Mirëmëngjes, javë të mbarë këtu në Shqipëri, gjithmonë fajin e ka Saliu. Always. Dhe konsumatori jemi populli pa shkollë, vetëm deputetët pas kanë diploma të blera. Kështu mirë. Kur flet nuk dëgjohesh, kur flet nuk di të flasësh, hipse të brava, zbritse të brava, jeni të mrekullueshëm. Dakor, buongiorno me këta plera që kemi ne, jo protesta paqësore, po flaka ti vihet në parlament kryeministrit, sepse këta i kanë vënë detyrë vetes ta lënë në mjerim këtë popull. Ai kokboshi kur flet krekoset se e di shumë mirë që çdo xhavair që nxjerr nga goja e ka rrena.
Palacio, forca popull tregojnë vetën mos e lini t'ju rrjepin edhe kockën se lëkura ka ikur. Diana, do përpiqemi të rezistojmë. Diana, do përpiqemi të rezistojmë. Megjithatë, në këto çaste miq të dashur, është momenti për një të vockët. Një të vockët fare. Një të shkurtër. Se kjo është shumë e gjatë. Jam dakord. Një sedaton, sepse sedaton ju qetëson, është një qetësues që ndikon sistemin nervor, duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi, që përgjithsisht përdoret para procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar sadopak ankthin dhe stresin, po dhe në momente tjera ku trupi ka thjesht nevojë të çlirohet nga tensioni i përditshëm. Në ndikimin e sedaton, frymarrja bëhet me rregullt, muskujt relaksohen, mendja dhe trupi gjejnë ekuilibrin e duhur. Siç ne do ta gjejmë tani apo jo? Në këtë çast absolutisht miq të dashur, kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak. Qëndroni me ne.